Apo ju kujtohet që historia që e kom bote rruga Behamir Memaj në Prizren me 15 shkort? Ma shtia s'ka ku shkon, peshesh një edhe që shumë. Kaj grupa, atje. Këqëre eksperienca që është me kalu kënej, absolutisht e të mërshme. Po e shini, do me thonë, absolutisht e pakalushme është kënej. Gjendje të mërshme ka qenë, këqëre tash kur kom shku të drejtori i shërbimeve publike, zoti Islam Ukimera, edhe kur e kom pyet kur kom me u intervenu që në ka thonë? Me zhavore kena mundësi në mënyrë javën e ardhshme të intervenojmë për një herë, po presmin nëse është mundësia që të intervenojmë edhe me kubza, mos të bëjmë punë dy herë. Na erdhëm sot është i 18, 3 ditë ma vonë, do me thonë, me mojt për fjale drejtorin, jenë mi të lumëtër që e pas ka shtru zhavër, këto ka qenë gjendje të mërshme herën e kalume. Qështo është eksperienca në rrugën që nizojnë këtë të kalume karot, me fmi, do me thonë, qëre pak është zbut, si do qoftë që kjo është segmenti vetëm i cili nuk është tru me zhavar, na paraprakesh në WhatsApp na njoftoj komuna që në disa segmente tha nuk kena arrit me shtru zhavar për shkak se ka konteste, si do qoftë, qëre që ako me ndodhë këto, në momentin e por që ka me pas treshëra që është ndodhë gjithë me zhavar, ka me u këthyn gjendjen e më parshme. Tashti është e rëndësishme këto me u qu puna deri në fund edhe me ushtru me kubza. Krejtësisht që ashtu që shka qenë plani fillestar. Unë e ko me thirë tashti Islam Ukimerin, drejtori shërbimeve publike në komunën e Prizrenit, i njejti që na foli në storjen paraprake, edhe kena me pyt që është plani i komunës matutje tash këto. Po e shë që ka shtru me zhavër këto segmentet, një segment aty pas ka met. Na, si që kemi bisedu dhe disa ditë më herët, na veç atë rrugë e kena pasru dhe disa herë me zhavër. Po, që ashtë në tregun këto banorët. Për shkaqe që ka pa disa problematika që ka konteste gjysore, na kemi mendu që atë rrugë me shtru me kubza realisht. Po. Vetëm për shkaqe gjysore që kanë konteste gjysore, na s'kemi mujt me shtu se çdo rrugë ku ka konteste gjysore, na në puna me prusi komunë. E qartë, mirë po, a keni mujt me verifiku prej herës të fundit, a kanë këto segmentet? Disa rrugë të vogla janë që s'kan kontest, disa rruga ku kemi pas bisedu ka kontest. Na do të mundohemi prit edhe pak çka do të bëhet me atë kontestin. Nëse jo, pjesë të tjera ku nuk ka kontest, na do të vazhdojmë me kubza kohën kur e kemi bas agjendës edhe planit dinamik që kena në drejtorisë, na do të fillojmë me punu me kubzën ato rrugë. Kur do të filloni Islam? Nuk mëjmë të dhënë kohë caktuar në pejtashi, po besojmë shumë shpejt. Shumë shpejt do me thonë që në pranverën ku të fillon tash të me rregullu edhe koha. A merr shumë kohë Islam, 1 muj, 2 muj? Po e besoj që mbena 3 muaj do të fillohet aty. Merrem për mësë merr shumë për fjale, por mbena 3 muaj do të fillohet, se janë do planet më hershme ku janë do kërkesat që duhet me intervenu. Edhe kjo nuk po du me anashkalu që edhe kjo ka urgjencë, po tham që s'ka urgjencë. Do me thonë brenda 3 mujve, paka shumë muni me fillu këto me umorë, me përgadit terrenin për kubza. Po, besoj që mbrana 3 muajve të fillohet edhe koha fillon më ndreq, edhe mbas planit dinamik do të kryej edhe këto punime tjera që. Okej, zoti Ukimerit, falenderoj shumë. Kalofsh sa më. Faleminderit juve. Hej, çto operimet e mia në terren i mundson posta ize, mos kish qenë ai, kish qenë pa mundur me kap se cilin çështë Kosovës, kështu që garanton super customer service edhe super shpejtësi ndërgesa. Na kena me u duk prap brenda 3 mujve, na tha që kanë me fillu këto, me përgadit terrenin për kubza, na kena me nejt në rjedha edhe me qytetarë që na kanë shkru këto për se cilin ndryshim që bëhet këto, edhe normalisht brenda 3 mujve, masit kalojnë 3 muj, kena me ardh prap, me përmbyll, me bo përfundimtarën inshallah, shpresoj t'jetë përfundimtarja, ku komuna e mon fjallën edhe fillon me i shtru kubzat, me përgadit terrenin edhe me i vendos kubzat. Unë jam Burim Pacolli, me që ta më rëmgjeni kejt platformat, siguroni një follow.